Përshëndetje. Për ata që nuk më njohin, unë jam Grit City Miftari dhe Bizanti. Sot shënojmë datën 04/06/2026. Sot së bashku do startojmë projektin Plehu. Para se të startojmë, ka një rrjedhoj për këtë video, pra do tregoj disa gjëra të tjera, dhe më pas, në fund, do tregoj projektin Plehu që së bashku ne ta startojmë. Atëherë, rrjedhoja është kjo. Së pari, do lozim pak së bashku, këtu me këtë Super Nintendo-n. Do lozim. Varet se në çfarë forme e merr do lozim, se dikush thot ne lozim, dikush thot ne lozim fëmijët që ne të kemi më shumë kohë si prindër për veten tonë, ose shohin një video. Dhe të rriturit ndoshta lozin për arsye se duan të largohen nga ajo jeta e përditshme dhe nëpërmjet lojës ose duke parë një film relaksohen, qetësohen, largojnë sa më shumë stresin e tjerë. Pra, ne sot do ta startojmë këtë Super Nintendo-n tim. Këtu jemi kjo Game Zone që e kam bërë. Në Game Zone ka dy lloj shtypjes. E para shtypja është manuale. Kjo është këtu, domethënë, Game Zone. Shtypja manuale dhe shtypja e vazhdueshme, domethënë që automatike. Këtu e kam bërë këtu. Kjo domethënë vendos atë që do t'jetë, domethënë nga lart poshtë, jo nga poshtë lart. Tani unë e kam des këtë, kërkoj ndjes për monitorin se s'kisha shumë kohë dhe e kam bërë shpejt e shpejt dhe s'ka dalë ashtu siç duhet, por telekomandat, kontrolleri kanë dalë mirë, domethënë siç e shihni, edhe Super Nintendo ka dalë mirë. Edhe këtë telekomandën e kam këtu. Pse e kam këtë telekomandën prap këtu në këtë video, do ja tregoj. Po së pari do ndezim një herë së bashku Super Nintendo-n. Ja ku e ndeza tani. Tani, pse e tregova telekomandën? Sepse harrova të shtoj diçka dhe e kam përgatitur këtu. Fëmijët për shembull nuk i kanë dëshirë shumë kufjet e veshit kur shohin video në televizor, ose nuk kanë dëshirë për shembull që të jetë zëri shumë i ulur i televizorit, sepse kur vërtet mami ose babi, mother, father e tjerë, ata për shembull nuk duan, kanë dëshirë që ta ngrinë sa më shumë televizorin dhe mendova që me këtë telekomandën këtu, ja ta ndezim edhe një herë që të kemi pak muzikë, duke e vënë për shembull fëmia këtu ose të rritur, nuk e di, këto autopolantet të bokset këtu. Dhe këtu të shi se unë e kam lidhur me Super Nintendo-n,
Po kjo ju duhet ta imagjinoni sikur është këtu, domethënë me inç, kapull, dhe kjo këtu për shembull ca kapet, sa madhe do domethënë këtu, këtë largësinë. Ja kjo. Dhe muzika vjen këtu, direkt të veshi. Dhe vjen ke veshi nga këtu, domethënë, dhe nëse fëmia e ngrin volumin, e ngrin lart, nuk e ngrin dot më shumë, se është e programuar nga prodhuesit, më shumë se që mund ta dëmtojnë veshin. Pra, maksimumi është ajo që të dëgjohet dhe normalisht, as shumë ullët dhe as shumë lart. Domethënë ai mesi i artë. Kështu, domethënë këtë e kisha për t'ju treguar për telekomandën. Tani do lozim pak me Super Nintendo. Se dhe ke video e kaluar lozëm pak me Game Boy. Këtu, tani që lojë dhe lozim ne. Më duket se e kalova. Story. Melini. Bëj figjerë tani. Ka që ishte domethënë. Besoj se mjafton së lozuri.
Atëherë, telekomandën, për atë që thash, do më thënë, zëri këtu, është gjë e mirë, do më thënë që fëmijët mos kenë ke koka gjë, do më thënë, të kenë po në një farë moshe, kjo është për moshën e vogël që mund të mbajë si varë, se kështu dhe telekomandën ke dora, fëmijët kanë dëshirë të lozin. Ashtu, kjo bë. Tani, çfarë do bëjmë tani? Tani do merremi pak me unternehmens management. Pak fare, do më thënë, duhet t'ju jap diçka të vogël. Doja të merrja një flipcharts, po nga që kur marr flipcharts kështu futem në për tema, vazhdoj e shkruaj, merrem me punte tjera, do më thënë, me ato gjëra që normalisht duhet i gjykon, jo duhet, po i gjykon i Zoti i gjithësisë se si janë mira keq, edhe kështu që vendosa mos marr flipcharts, por kam marrë për ju diçka tjetër. Nuk e di e shihni mirë këtu. Atëherë këtu unë do shkruaj disa gjëra për unternehmens management. Do shkruaj për unternehmens management sepse unë shoh, si e shoh, do me thënë, dhe si mendoj që ne të gjithë së bashku jemi një familje, gjithë bota një. Do me thënë, gjithë kontinentet dhe se cili kontinent ka të vendin e vet, se cili shtet menaxhohen, vizitojnë njëri tjetrin, por jo tash që të thush unë kam për shembull këtu dhe do marr nga atje këto dhe do i bëj ke shtëpia ime të mit. Pse kur ti e bën atë gjë, do me thënë, një burr dhe një grua, kur e bën një fëmijë, ja ka dhënë natyra, është punë tjetër, do me thënë, qofse, si ta them unë ty, qofse nuk ke mundësi, si që shtek, mundësira ka, edhe zgjidhjet i kemi ne gjithë përbashkëta, do me thënë që ndihmojmë njëri tjetrin se kështu është ajo në familje, do me thënë që në familje ndihmohet me njëri tjetrin dhe falenderoj gjithë kontinentet. Thank you për çdo gjë që ju keni bërë për ne si Ballkan, po flas tani se tani do merremi pak, siç thash, me unternehmens management. Atëherë, këtu janë të gjithë shefat e ndërmarrjeve të mëdha, të vogla. Edhe këtu më kuptojnë shumë mirë dhe uja është për si mundja, mundimi, muskuli. Po thuhet ma, do të thënë shumë, dhe është e njëjta, pothuajse e njëjta, thjesht për mu më vjen mua e madhja, do të thënë, edhe ma shkua. Më kupton shumë mirë dhe atëherë, çfarë do bëjmë këtu tani? Se unë s'kam shumë vend këtu, por me unternehmens management do shkruaj një 2 gjëra këtu poshtë. Atëherë, ndërmarrjet, punëtorët. Ndërmarrjet, punëtorët,
Kiranki, krank. I ranë diçka, do më thënë, që ai u smur, si që dim gjithë, ka simulant që ka që kur ka ndonjë problem për shembull bëjnë raport dhe thonë pse të pyes unë se ai do më thotë jo, mjeshtri ose drejtuesi turnit do më thotë jo, kështu që më mirë po shkruaj raport edhe asnjëri s'di e si që ndodhin shumë gjëra, janë shumë para që humbin, edhe ka disa për shembull që kanë një grip shumë të vogël edhe nuk shkojnë punë, pavarësisht se mund të punojnë ose drejtuesi i turnit për shembull, por nga një anë nëse gripi është, se thash grip u gabova, po ndonjë rruf, ndonjë gjë kështu, domethënë, se kur ke grip që të kap gripi për t'i ashtu tjetër, duhet të rish në shtëpi. Më falni se u ngatrova. Tani, këtu kemi për një mënyrë zgjidhje në unternehmens management, po e bëjmë këtë. Këtu kemi dy sekonda, pse nuk shkruan këtu. Këtu kemi dy mbajtës. Mund t'i thoni si doni, behelter. Këto janë, të dy janë nga 6 mujor. 6 mujor. Këto. Këtë behelterin e parë do ta përcaktojmë dhe do t'i vendosim emrin si urlaub, pushime, kjo puja është internacionale, shkullodhësh, puja bën, pushimi, urlaub. Urlaub dhe G si Gevin Beteiligung. Disa ndërmarrje e kanë, disa ndërmarrje se kanë, por ne themi janë këto. Gevin. Këto. Kjo është një shumë këtu. Kjo shuma, këtu, këtë po e shkruaj këtu, vaj, me vajtu. Vaj, na vajtojmë, vaj, na, kite. Tani, 6 mujosh, një shumë. Po e marrë shumën unë që është e kësaj këtu, do me thënë në total, po e supozojmë kotë, se cili si pas mundësive, 5.000 euro. Kjo këtu është, po e supozojmë kotë, po flasë për këto zonat e zhvilluara, po e supozojmë kotë 2.000 euro, për shembull. Okej? Dhe këtu çdo ndërmarrës e shton diçka vetë, për arsye se thot, ok, do ta balancoj që dhe atë që unë punëtorëve i jap sot, mos e cynoj, mos ja prek, mos se ashu që thënë, ona e bën kështu e si që shtek, shefat e gjithë ndërmarrjeve e dini vetë, dhe unë nuk du të ngatrohem se pasaj del si kur ja ky për shembull po na jep, po na vën kusht, ose po na drejton, ose po na bën, unë thjesht po jap një mendim, se nuk e di, nëse je në maj të lartë, një menaxhimi krijon edhe shumë karakter të fortë, domethënë nuk është më se normale. Atëherë, tani kemi
on. Nuk kam, nuk shkruaj. Dhe de e dënon demotivation. Kjo shkur ka mirë. Këtu tani po ta shohim këtë këtu. S'prap në kështu kjo. Ç'bëhet më kështu? Po ta shohim motivacionin këtu dhe demotivacionin këtu. Ashtu dhe këtu motivacion. Çfarë ndodh tani? Në momentin që punëtori fillon dy kvartalet e para të vitit, do të thënë 6 muajt, ai përballet me këtë këtu. Me këtë këtu. S'po shkruajmë më mirë. Me këtë këtu. Çfarë ndodh tani? Në momentin që ai shkruan i smur, lekët deri në 2 javë i tërhiqen nga kjo shuma këtu, që në shumën aktuale që është sot me Gevin Beteiligung dhe me Urlaubsgeld, duhet atë i kaloj pak, për shembull, është 5.000, e bëjmë 7.000 ose jo 7.000, 6.000, për shembull, ose 5.500. Dhe shumën tash shkrujt i smur ai i hiqet këtu, deri në 2 javë, se 3 javë se le mjeshtri me një grip, për shembull, maestro, që e shtron, që e di shumë mirë se si bëjnë gjërat. Nuk e lejon ai. Thot për grip 3 javë edhe doktori se lejon. I tërhiqet këtu. Dhe ati tani mendohet mirë, du lekët apo du tani të bëj simulantin? Po flas për simulantin. Edhe ai që është vërtet smur thot. Po mirë thot. Unë thot jam smur, po që du lekët unë para shnetit tim, let mi marri lekët thot. Edhe rrinë shtëpi dhe i tërhiqen lekët këtu. Dhe në fundit pasaj ka mënyra tjera qofse e sheh që ai vërtet ka qenë shumë smur, është shumë punëtor i mirë, donte të vinte në punë, ku diun ju e dini vetë atë, dhe ja kthejmë disi ndryshe mbrapshe siç është tek, nuk e di, ka forma që ato i dini ju, thjesht një mendim thash, nuk është se cynoj me ci, me kërcy, me që të them për shembull që duhet bë kështu si është tek, ju edhe se bëni fare, kupto, si doni. Po është thjesht një mendim. 6 muaj i dytë dhe këtu në momentin që ai e merr këtë lekun, ai është i motivuar. Kjo gjë ekziston, po thjesht që i tërhiqet këtu leku, do me thënë erot, dhe ai pastaj mendohet mirë kur shkruan raport. Dhe çka kalon pastaj 2 javorshin, thyrje kocke ose në gjë, ai tash siguracioni duhet pagoj. Dhe duke ulur siguracionet pak nga kjo skem, punëtorëve i ngelen më shumë lek në xhep për arsye sepse duke ulur pak siguracionet, se shkruhen më pak rang dhe pagohen nga lekët e veta, ato kanë më shumë lek në xhep, punëtorët. Dhe kjo është gjë e mirë, sepse shteti i ndihmon punëtorët dhe ndërmarrësi i ndihmon punëtorët. I thot, ore, ti je krank, po. Ti tërhoqem aty, po. E di çka i thot mjeshtri, unë do t'i jap lekët. Se ti e punëtori mirë, ishe krank, se ke fajin ti, pyeta njonin ku di unë kot, më faj që nuk je krank, edhe do t'i jap lekët mbrapsh. Kjo është, domethënë, pra. Këtu? Edhe tani këtë thash 2 kvartalet e para, 2 kvartalet e dyta. Dhe këtu tani ato simulantët, ato janë e duan lekun jashtëzakonisht shumë,
për lek, për shembull, se ka gjithë dum lekun, po ato thonë për shembull, jo, nuk po e bëj këtë për lekun, kurse ai që është vërtet i smur, ai thotë, do vi në punë. Këtë sot është data 0 që ta lek kështu 0 4 0 6 2 0 26, dhe këtë e kam për të gjithë ju një dhuratë prej meje në World Entertainment Management, dhe këtë dua që ta marrë jo Eloni me Suzanën, dhe këtu tani ta vi dhe firmën time. Them se do t'ju ndihmoj, nuk e di, mua nuk më duket keq. Kjo u bë tani, ta e nxjerr andej. Ka pak një motiv çuditshëm, por rëndësi ka që sjellë rezultat. Se rezultatet në fundit sjellin atë dobin, ju e dini vetë. Tani, pas kësaj, direkt jemi në fillimin e projektit Plehu. Dhe do ta fillojmë. Çfarë na duhet? Unë kam përgatitur disa gjëra. Një valigje këtu, të vogël. Kjo na duhet, një. E ne që do bëjmë tani? Kjo nuk është kuzhina. Kjo është këtu dhoma ndetjes time. Por ne do gatojmë dhe do ta bëjmë këtu. Atëherë na duhen 4 përbërës. 1 2 3 4, na duhet kjo këtu. Kjo letra këtu më vonë. Shumë bukur. Dhe tani do të fillojmë. Atëherë, çfarë do bëjmë ne? Së bashku ne do bëjmë një produkt, do e zhvillojmë atë produktin, jo do e krijojmë, do ta zhvillojmë atë produktin për të mirën e çdo shteti. Ky produkti quhet Plehu. Mund t'i veni dhe ndonjë emër tjetër, secili sipas dëshirës. Atëherë, çfarë do bëjmë ne? Çfarë na duhet të tregojnë së pari produktet? Unë ujin e kisha hedhur këtu. Po, këtë e kam bosh, do me thënë se na duhet aty. Këtu kemi, një sekundë këtë më vonë. Këtu kemi ashkla druri, të thërmuara, që kur prehen pemët, janë ashklat. Këtu kemi kuele, ti do me thënë kole, kimiri, miri do me thënë se njerëzit atëherë kam pas me flak, filaka, u kam pas djegur dhe lenë ke kockat u bërë të hi, si kimiri, kele ai. Tani, që duhet këtu? Produkti fundit, këtu, që duhet, është kartoni. Ky kartoni, si që shifi, vjen me paketime, Amazon, nga posta, nga shumë drejtime të ndryshme, për në shtëpinë e çdo familjari. Çfarë do bëjmë ne tani? Unë do marr pa karton. Dhe tani do fillojmë me produktin. Këtë kartonin po tregoj tani se si është
rrjedhoja e procesit, se për zhvillimin, realizimin e projektit, nuk ka shumë, duhet një grup si qyshtek realizimin. Tani, marrim kartonin. Kartoni vjen ke shtëpia, gëzohen familjarët, merr dhurata, e marrin kartonin dhe fusin ke behelte, ke koshi jeshil. Në këtë rast është bërë diçka tjetër, si projekt lajta unë duhet t'i them të gjitha alternativat që ekzistojnë, divo ekzistiren, për shembull, o e bën ke shtëpia, o e bën ai që merr plerat, pra vetë makina, ose bëhet në stacionin që grumbullohet kartoni. Si biznesmen nëse isha, do ta bëja në disa vende në pikën e grumbullimit, në disa vende ku ka një pjesë më të varfër, do ta bëja ke shtëpitë private, çdo shtëpi vet, që ato të kishin një farë pune për të bërë vetë, që të merren me punë dhe të fitojnë dhe lek për eksport, për shembull. Ose do ta bëja edhe një makineri që e bën direkt aty, po unë mendoj që makineria nuk më ban aq shumë kapacitet, thjesht po ta marri kartonin e vogël fare, por unë po e tregoj njerëzve, duhet projekti i avancuar, domethënë duhet një skuadra, duhet një tim, duhet atëherë, marrim kartonin dhe kartoni tani futet në ujë. Domethënë kartoni duhet lagët. Se kam përgatit përpara se ta kontrolloj herë videon apo ecën, një sekonda. Në rregull. Tani futet këtu. Ju imagjinojeni kështu, mund ta quani edhe stomaku. Shton ma shumë. Ki, stomaki, shtomaki, normalisht. Ku shton, e shton. O, sta, e shton, sta, ashtu dhe, po marrë vetëm këtë, nuk e dia do dalë, tani. Me të shoh do akoma. Një sekundë. Tani qymyri edhe këto drurët, ashklat e drurit, dhe qymyri mund të hidhen dhe këtu brenda, po unë mendoj që është. Nëse duhem provuar gjithë rrugët. Ta provoj mirë vetëm me këtë. Kështu. Gjëja e bukur e kësaj është që nëse kjo sjell lek dhe ai varfri për shembull, po që është kështu me atë karakterin e fortë, jo, unë nuk e bëj këtë ndarjen, unë nuk e bëj këtë gjë, si qyshtek, thotë, kjo sjell lek, duhet ta bëj. Mërpa merre kartonin, bëhet copa të vogla. Edhe këtu e sjell edhe një motiv për të ndarë substancat, në këtë rast, domethënë kartonin, për ta ndarë për riciklim, për ripërdorjen e mëtejshme. Tani, them se se shoh me sy unë këtu. Domethënë unë kisha hedhë këtu nga mbajtësi, kisha hedhur 1/3 ujë, dhe tani kam them se duhet prap. Kërkoj ndjes.
Atëherë, shpejt, dhe këtu ta lejmë edhe sikur mos dalë, thjesht që ta demonstroj se e di që e keni kohën e çmuar. Tak. Ky është mbajtësi. Normalisht ky mbajtësi tani ka 2 anë, 1, 2. Që të lagin mirë dhe normalisht edhe duen të rinë, pastaj kemi mikserin që i thërmon edhe bëhet si një masë. Të gjithë më kuptojnë, edhe Eloni dhe Suzana më kuptojnë. Tani, këtu kemi produktin. Këtu ky produkti i gatshëm futet këtu, tani të ta hapi herë këtu. Këtu do me thënë bushet dhe pastaj hapet nga punëtori. Kjo është do me thënë një makineri. Tak u hap. Ashtu të. Mirë, shko. Sa për të demonstruar. Shumë bukur. Këtu është sita. Pse quhet sita? Se këto janë të njëjtme dhe kur dalin, do me thënë, orizi ose ndonjë rër i ndan nga gurët dhe bëhen si ata. Do me thënë, ka një ndarje të njëjtë, këto këtej, këto andej. Edhe Zoti ka bë kontinentet, këto këtej, këto andej, e si që shtek. Ja, këtë e bëra unë, shive si duket kjo? Kartoni lagur. Kjo tani edhe është bëhet në masë këshu e but që edhe mikseri ose ato thikat e mëdhaja të makinerive nuk e kam problem që t'i thërmojnë këto dhe që të bëhet produkti. Tani, ashtu dhe, kjo bë, edhe këtu tani, ky produkti tani, si që shini, futet këtu dhe bëhet shtypja ku i hiqet këtu del uji i shumt dhe këtu del produkti, për shembull, i shtrydhur pak. Do të thënë i merr aq jo të gjithë ujin, por aq ujë sa mos jetë vetëm ujë, a më kupton? Dhe uji pasaj që del aty mund të përdoret për prapë, dini vetë ju. Tani çfarë nevojitet? 2 sekonda. Këtu. Këtu tani kam përgatitur diçka, forma. Këto format janë kështu. Bëhen me shtypse, do me thënë si moderne dhe di, unë po e bëj për ata që do me thënë qofse do ishim në një kohë shumë brapa, se në qofse ju do lindni dhe do lindni në një kohë shumë më përpara, nuk do kishit atë biznes që keni sot. Kështu që merita e çdo gjë është e Zotit gjithësisë. Do me thënë edhe juaj as që diskutohet sepse ju keni angazhimin, punoni forte si që shtek produkti, kartonet e thërmuar edhe me mikser. Po e marrë këtë këtu. Po e bëj vetëm një. Këtu. Tash i duke u shtyp kjo këtu, me preson, duke u shtyp kjo i del dhe uji i tepruar pak, po kjo është si ta themun si bryje, si shlam e përzir nga mikseri i bërë. Këtu i hidhet një shtres, dhe në fund duket pak si baklava, si bureki, me bu. Këtu i hidhet një pak dru,
ashkla druri, ku prejmë punëtorët druesi që shtekin mbledhin këto, se digjen këtu prap tani për shembull një shtres me karton, këtu, ja këtu, pastaj një shtres e hollë me qymyr, këtu jo shumë, këtu, pastaj prap karton, këtu, se s'kam shumë, këtu, ashtu dhe, këtu shtresa e fundit, dhe këtu tani, ku shtypet për ta shihni, këtu, ku shtypet kjo, mund të jedhni prap për ta tharë një stres kështu, domethënë. Dhe në fund pastaj shihni si del uji aty poshtë. Dhe këtu tani kjo tak del. S'ka dalë në formë shumë të bukur, po si prototip s'është keq. Dhe kjo tani këtu vetë në diell për të tharë, që mos harxojmë edhe energji, për shembull, prodhohet në verë dhe përdoret në dimri. Vinteri. Te në te. Ky është domethënë produkti. Dhe shpresoj që t'ju pëlqejë. Dhe njerëzit ngrohen me sob druri. Dhe duke u ngrohur me këtë, kemi një regel krajs. Duke filluar nga pema, që pritet, ashklat, prodhimi i kartonit, shkon ke konsumatori me kuptimi që e përdoruesi e përdor, ai vet e bën të vogël, me ndonjë mjet që do ja veni ju në dispozicion, përpunohet nga fabrika, nxirret në një produkt, produkt tjetër, dhe shitet ke konsumatori që të ngrohet, ose konsumatorin këtë rast unë du të them që mund të jetë edhe vetë nëse ai nuk ka një pagë për të përballuar, se duhet të nxjerrim një herë një balancim që njerëzit të jenë të kënaqur, domethënë që thonë mua nuk më mungon ngrohja. E kam ngrohjen. Nuk më mungon ndriçimi. Ushqimin kemi lopën, qingjin, viçin, rindin, e tjerë, dhe i kemi, domethënë të ham, të pim, kemi të ngrohemi, edhe kemi njëri tjetrin. Këto janë baziket. Dhe kjo është një produkt që e mundson në një farë mënyre këtë gjë. Dhe kjo është, domethënë, shpresoj që projekti Pilehut ju ketë pëlqyer dhe kisha edhe diçka tjetër për klimën. Nëse do ta merrni parasysh, nuk e di që këto mua më pëlqejnë shumë, sepse janë portabël dhe duke qenë kështu, domethënë, nëse në çdo makinë do kishte 2 nga këto janë edhe shumë të mira për futur shishet boshe, dhe kur i çon shishet boshe, për shembull ke vendi atje ku duhet shku, mund t'i vjen për shembull mbush njëra plot, vetë dhe tjetra e dyta, duhet të jenë sa më të dukshme që ti mbash të dyja kështu. Dhe këtu tani e çon makinë, atë i kthen ato brenda, i kthen në supermarket shishet mbrapsht, dhe këto për shembull është mirë që në supermarket edhe të ketë një vend ku futet ke karroca këto të dyja, 2 copë, ose tjetë karroca ashtu e ndërtuar që të dyja të futen direkt brenda. Domethënë si klienti ta doj, o do i mbajnë karrocë, i fut ushqimin në karrocë, dhe këto pasaj i lën makinë, i hap aty të dyja, i kalon nga karroca aty, i kalon aty, i merr mbrapsht me shishe, dhe nuk ka nevojë që të ketë këtu logo, për shembull
jo për reklame si që shtek, po t'jenë standarte, sepse logot janë edhe aty ku hynë, për shembull Aldi, Netto, Lidli e ku diun, dhe këto janë të shtetit, për mjedisin domethënë. Edhe këtu ka, qofse çdo makinë do i vejnë dispozicion dhe për t'u përdorur, atëherë edhe ai që nuk do t'i përdori, thot, po pse të blej unë qese, pse kur i kam makinë, për shembull, edhe këtu është një ashtu, domethënë mund vjen edhe në trasta në makinë, po që prodhuesit e makinës, qofse vejnë në dispozicion diçka për pazar, që të bashkëpunojnë me shtetin, do ishte shumë gjë e mirë. Ishte thjesht një mendim, nuk e di. Shifeni vetë. Ky është produkti, domethënë, Pilehu, dhe shpresoj që e kam demonstruar mirë, nuk e di. Ju faleminderit dhe ashtu siç thash, unë do largohem, nuk do bëj më video, dhe do kthehem në atë moment kur SQF-ja, sistemi i qeverisës familjar, në Shqipëri të realizohet dhe të filloj të ndërtohet një parlament i ri, sepse unë nga që dua t'ju ndjek dhe ju të gjithë bota një, automatikisht i ndjek edhe ata, sepse e kam pik dobët Ballkanin dhe e ndjek, dhe kur u bëra tash pothuajse 6 vjet që mundohem me sistemin e qeverisës familjar dhe ata politika shqiptare vazhdojnë zihen, bëhen, dhe ata e din shumë mirë që opozita nuk largohet nëse vjen 2 degët qeverisëse, për arsye se ka opozit parlamentare që vinë një herë në javë ose 2 herë në javë, dhe që edhe mediat kanë material kur bëhen gabime, si në çdo familje, babai me nënën, edhe media jashtme që është Daja, Tezja, që është Gjaja, Gjagji. Janë të gjëra, domethënë, si ta them unë, që janë justifikime sepse janë zënë, janë personale, janë zënë me njëri tjetrin, dhe unë nuk kam kohë që të merrem me gjëra personale, të rrit një gjë hallet të tjerëve. Unë mendoj që duke ecur 2 rrugët paralel, ata s'kan nevojë me udhëzim me njëri tjetrin, po thjesht e gjejnë veten, gabimin ke vetvetja, si ti bëjnë punat më të mirë, që mos sulmohen nga opozita jashtë dhe parlamentare ndërmjet njëri tjetrit, father dhe mother, dhe kjo është për të mirën e popullit. Nëse unë pastaj shoh personalen, jo ai, se themi gjërat siç janë, pse do zihen me një? Zihen sepse kush ta shuaj, sa do mirë ta bëjnë njëri, prap gabim thuhet. Edhe ai që është ul sot aty në qeverisje, për shembull, po mos ishte në qeverisje dhe t'ishte në opozit, do thotë ai e ka bërë gabim, për të njëjtën gjë që e zbaton dhe e realizon vetë. Domethënë, dhe shoh shumë mirë nga opozita, më bëhet jashtëzakonisht qefi që e mbron projektin që do ndërtohet nga kontinentet amerikane. Më vjen shumë mirë që për opozita që është e drejtë edhe thot, po, unë tani nuk kam më gjë që të them, pse edhe ju nuk duat ju marrë kohën, dhe po të riqem, ju faleminderit, ju uroj gjithë mirat, shpresoj t'jeni mirë dhe me shnet për fëmijët tuaj, për veten tuaj dhe për shtetin tuaj. Ju faleminderit nga Grici Dimiftari dhe Bizanti.